Hajde po folim për qit veshja. Beatricia zjarr. Pelojmë anash faktin që kënga është një nga më të bukurat shqip, me tekst që të futet drejt në rënjet tona. Mirë po, Beatrice ka ditë me reflektu krejt këtë lashtësi edhe përmes stilit. Që për shembull ky glorifikimi i çylymit, për mendimin tam është një mrekulli në vete. Detajet, ngjyrat, paternat, gjithçka është shumë unike. Kombinimi i trashëgimisë me estetikën moderne seriozisht është impresionante. Edhe çka është akoma më e bukur, këtë fustan e ka bu vetë nëna e Beatrices, Irina Dema, me brendin e saj Tamil Clothes. Që do me thonë, krejt ky look është punë zemre e jo veç stili. Edhe mos të harroj, ai headpiece që e ka qu lookën në nivel tjetër është prej brendit Burnesh. Duke e gjyku siluetën edhe stilin, jo me sigur që edhe veshja e performancës është nga Tamil Clothes. E unë, si një history nerd, gjithmonë mahnitna kur e shoh historinë të rikrijuar në modë. Kjo për mu është art, kultur, identitet krejt në një. E juve, ajo ka pëlqy veshja e Beatrices, so nuk po muj mu naltu e këqyr. E për ma shumë video si kjo, subscribe në Urban FM 103.5 në YouTube, pa tjetër.